Jemi sërish në Breaking, do të diskutojmë për situatën në lindjen e mesme, tashmë është vendosur armë pushimi, por sigurisht është shoqëruar me një mori reagimesh, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kanë kritikuar fort presidentin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zotin Donald Trump. Unë kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte në këtë moment e zotin Marlind Laçi, studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare. Bashkë me ne në bisedë do tjetë edhe eksperti i njohurisë sigurisë zoti Bedri Elezi. Përshëndetje, kënaqësi ju kem në program. Përshëndetje. Përshëndetje të pastor. Zoti Laçi, do ta nis me ju bisedën, duke qenë se, siç e thash edhe pak më parë, ka shkaktuar reagime të shumta në Amerikë edhe, le të themi, vendosja e armëpushimit. Donald Trump ka theksuar se ishte një nder të shkatroja objektet bërthamore në Iran dhe më pas të ndaloja luftën, duke i dhënë të gjitha kreditet vetes, madje më herët është shprehur që pavarësisht se po ndaloj shumë luftra në botë, unë nuk do të arrit dot të marr çmimin Nobel, por nga ana tjetër Pentagoni vë në dyshim që mund të jenë shkatruar centralet bërthamore në Iran, duke qenë se edhe lideri suprem është shprehur se kjo ishte një fitore historike nga ana e Iranit. Sigurisht që presidenti Trump ka luajtur një rol krucial në lidhje me armëpushimin që u vendos midis Izraelit dhe Iranit, duke parë që të dyja palët kanë mësuar dëmtime të konsiderueshme si pala iraniane, por edhe si pala izraelite. Nuk kam ndjeni për këtë lidhjen e tij kaq shpirtërore me çmimin Nobel, por që nga Pakistani ka patur një farë provozimi që presidenti Trump të dekorohet me çmimin Nobel për paqe. Nga ana tjetër, Pentagoni dhe inteligjenca amerikane shprehet qartë që objektet bërthamore të Iranit vërtet janë dëmtuar, por nga ana tjetër kemi të bëjmë me një 400 kg uranium i cili duket se është ende i paprekur dhe është i pasuruar në masën 60%, që nuk dihet ku është, dhe ka një përplasje institucionale midis presidencës dhe inteligjencës amerikane. Dhe në këtë kontekst duket sikur presidenti Trump nuk është se ka arritur ndonjë objektiv total në lidhje me pasurimin e uraniumit iranian, por bëhet fjalë për një fitore parciale dhe tepër fluide në lidhje me regjimin ayatollahëve në Iran. Sigurisht që të dyja palët, qoftë pala izraelite ka shprehur që ne kemi fituar luftën, gjithashtu edhe pala iranianet, paktën iranianët ishin mbledhur në sheshin kryesor të Teheranit për të festuar këtë fitore sipas tyre. Nga ana tjetër, ajo që ran sy ishte edhe prania e Ismail Kani. Ismail Kani është generali i brigadës Al-Quds, pra janë forcat të cilat kanë operuar kryesisht në Irak, në Siri dhe në Liban. Dhe duke qenë se ky person me rrezikshmëri të lartë u ka shfaqur në publik, ndërsa nga të gjitha mediumet izraelite, Ismail Kani ishte shpallur si i vrarë nga ai operacion që kreu Mossadi në Teheran. Zoti Laçi, doja të vijoja me ju edhe me një pyetje tjetër, nisur pikërisht nga vendosja e armëpushimit, reagimet e shumta që kanë ardhur pikërisht nga ky armëpushim dhe ka befasuar pafund Donald Trump kur tha që nuk ishte qëllimi im dhe nuk dua që të ndryshoj regjimin në Iran. Ndërkohë që pritshmëritë ishin të tjera. Pikësynimi i Donald Trump vërtet nuk ka qenë ndryshimi i regjimit në Iran, për arsye se amerikanët kanë eksperiencë në ndryshimin e regjimeve, të paktën neve kemi qenë në dieni se çfarë ndodhi me Irakun kur amerikanët në atë kohë në udhëheqjen e George W. Bush bën atë ndërhyrje dhe regjimi i Saddamit u rrëzua, por ajo çfarë ndodhi post epokës të Saddam Huseinit në Irak ishte akoma më rrezikshme se çfarë kreu regjimi i Saddamit në ato vite, në ato zona, duke qenë se amerikanët parcialisht ndryshuan pozicionim mbi Irakun. Në Irak u vendos një regjim akoma më i rrezikshëm, siç ishte regjimi i milicive shiite, duke qenë se Iraku 40% është pjesë e besimit islam suni, e rritit suni, nga ana tjetër 60% është pjesë e besimit islam shi. Atëherë garda revolucionare e Republikës Islamike të Iranit ja doli që të penetrojë dhe të ketë një pushtet në Irak, ku më vonë u formua edhe ai boshti i rezistencës që e konsideronin
iranianët me Iranin, me Irakun, me Sirinë dhe me Libanin, ku atje ndodhet Hizbullahu. Por ky bosh rezistence tashmë është dobësuar duke qenë se pas rrëzimit të pushtetit apo diktaturës alevite të Bashar al-Assadit në Siri, ky domen, pra domeni sirian tashmë ka ndryshuar qasje, është kthyer me sy nga Ankaraja dhe si thua ajo gjysmëhëna shiite, siç konsiderohet edhe nga amerikanët, pësoj një humbje të madhe me rrëzimin e Bashar al-Assadit në Siri. Por nga ana tjetër kemi edhe një eksperiencë jo të mirë të Shtetit Bashkuar të Amerikës me rrëzimin e regjimit të talibanëve në Afganistan, ku më pas tentuan që të ngrenë një qeveri me Hamid Karzajin, por përsëri nuk ja dolën që ky regjim të shkatërrohej totalisht dhe përsëri në Afganistan është vendosur regjimi i talibanëve. Zoti Elezi, si i keni parë këto zhvillime? Nuk duhet harrojmë që edhe ditën e djeshme ka patur sulme 6 të vrarë në Izrael, ndërkohë Irani fillimisht tha që nuk është vendosur ende armëpushimi si janë bërë orët e plota. Çfarë pritet të ndodhë? Do të respektohet ky armëpushim duke u nisur edhe nga ultimatumi i Trump që u duk se për herë të parë, le të themi, ngriti zërin dhe i tërhoqi vëmendjen Netanyahu? Fillimisht Miljani të shprehim qëndrimin tim se ne gjithmonë jemi të prirur për të analizuar gjërat në aspektin e sigurisë dhe armëpushimit, përfundimet e aktiviteteve luftarake. Ushtarake janë vetë siguria. Në momentin që është arritur do thotë një armëpushim, do thotë se qëllimi kryesor është arritur, që ndalohet zhvillimi ushtarak lufta dhe të jepet hapësirë diskutimeve që problemet të zgjidhen përmes paqes. Fakti që kemi dy palët të gatshme për të vazhduar një armëpushim, do të thotë se është arritur objektivi. Pjesa tjetër e angazhimeve konkrete të cilat bëhen në dy dimensione. Një dimension është për konsumim publik dhe një dimension tjetër është për konsumim, mund të themi, ushtarak apo dhe inteligjent. Nëse referohemi aspektit të publik, duke pas parasysh faktin e angazhimeve të rëndësishme të vendeve të ndryshme në këtë konflikt, ne kemi disa qasje të qytetarëve në raport me zhvillimet në përgjithësi. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë se edhe kjo lloj, mund të themi, shfaqje e politikës amerikane dhe inteligjencës amerikane mund të jetë pikërisht për konsumim politik dhe për të vendosur apo ripozicionuar shtetet përreth në kuadër të angazhimeve me ndikimin që e kanë në opinion dhe në publikun apo në tek qytetarët e tyre. Dhe e dyta është se realisht SBA kishin marrë një angazhim konkret për të pezulluar mundësinë e krijimit armëve bërthamore. Qëllimi ishte për të pamundsuar që Irani të ketë armë bërthamore, kishte një angazhim ushtarak, patëm mund të themi një sulm të drejt për drejt edhe përkundër faktit që parë nga çështja e sovranitetit vendit kemi pasur dhe këtu diskutim nëse është cënuar sovraniteti i shtetit apo jo, nëse janë thyer rregullat apo janë shkelë rregullat ndërkombëtare sa i përket cënimit të sovranitetit të vendit tjetër. Megjithatë, SBA duke kryer një sulm të fuqishëm në Iran bindi pushtetin aktual që të heqë dorë nga prodhimi i armëve bërthamore, bindi Teheranin zyrtar Tel Avivin zyrtar se është arritur objektivi dhe tani duhet i hapet të jepet hapësirë paqes dhe jemi aty pikërisht ku ne donim. Donim që palët të ulen në tavolinë dhe problemet të zgjedhin, qoftë për të krijuar një korridor të ri për ekspertit për me trajtu nëse këto që flitet se ka një sasi të uraniumit të pasuruar akoma në duar të Teheranit zyrtar, apo ka një rrezik të angazhimeve në dimensione tjera për prodhimin e armëve bërthamore, thjesht i hapet një rrugë, një drejtare e re për trajtimin e problemeve duke menjanuar dhunën dhe duke menjanuar domethënë vdekjet e njerëzve. Ju e keni parë që të dy
shtetet, ka humbje të jashtëzakonshme, duke filluar nga aspektet aspektet financiare, sepse kjo kosto e këtyre paketeve të luftë është shumë e lartë. Besoni sidomos për Izraelin, i cila ka pasur angazhime luftërore edhe më herët në Palestinë dhe në vendet përreth me problemet që kanë bëjnë me Hezbollah dhe Hamas. Prandaj unë themi se SBA dhe presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës kujtoj që janë një të njëjtën shënjesër, vetëm se konsumohet ajo që është politike dhe të cilën e trajton politika dhe udhëheqësi këtyre politikë presidenti Trump dhe njëkohësisht konsumohet ajo që është siguri dhe udhëheqet dhe trajtohet dhe domthonë diskutohet nga autoriteti i sigurisë në këtë rast Pentagoni. Atëherë, si e shihni të ardhmen? Mbaroi me kaq? Zoti Laçi? Unë gjykoj se është një pasje fluide dhe zakonisht Izraeli në dogmën e tij politike apo Benjamin Netanyahu ka një lloj qasje paksa të çuditshme, pasi është një njeri i cili kërkon të mbijetojë qoftë gjykatës ndërkombëtare penale të Hagës, por qoftë edhe gjykatave izraelite të mbijetojë me anë të emergjencave kombëtare për të krijuar konflikt dhe për të qëndruar sa më gjatë në pushtet. Dhe gjykoj se kjo luftë nuk do përfundojë në këtë fazë. Sigurisht që kemi një modus vivendi, një paqe të përkohshme në lidhje me Iranin, por duke mënjanuar për një moment Iranin, kemi përsëri viktima në Palestinë, domethënë që gjenocidi dhe shfarosja e palestinezëve vijon nga Benjamin Netanyahu. Edhe pse flitet që Hamasi është shkatruar përsëri civilët, goditen duke marrë ushqime, goditen duke tentuar të marrin mirë në qendrat humanitare që janë në menaxhimin izraelit tashmë, sepse e ka marrë Izraeli në dorë shtëpi izraelite ndarjen e ushqimeve, por pavarësisht kësaj përsëri regjimi zionist i Netanyahu godet civil, numri ka rritur në shifra stratosferike, bëhet fjalë për 60.000 civil vrarë, nga këto 60.000 civil vrarë janë 18.000 fëmijë vrarë, dhe Gaza po kalon një periudhë tepër të rrezikshme për sa i përket asaj pyetjes së madhe që a ekziston më humaniteti në këtë planet apo jo. Gjithsesi, gjykoj se Netanyahu do paraqitet në gjykatën ndërkombëtare penale të Hagës, pasi tashmë popujt janë zgjuar, ka dhe qeveri që janë tepër kritike ndaj asaj çfarë po kryen Netanyahu në Gaza, por edhe në bregun perëndimor, ku duhet thonë që sipas raporteve izraelite, Hamasi nuk ekziston në West Bank, por përsëri në bregun perëndimor ka 1.000 Madje nga raportimet rezultonte që edhe gjatë konfliktit me Iranin, Izraeli avanconte me sulme në Gaza. Ka vijuar në sulmet ndaj civilëve, në targetimin e civilëve, në targetimin e gazetarëve, në targetimin e trupave mjekësore, dhe nuk e di se si Netanyahu mendon të dalë nga ky moçal, pasi është vetë ai që ka mbjellë një urrëtie të jashtëzakonshme në Gaza dhe në të gjithë botën kemi manifestime pro-palestineze për atë çka po kryhet mbi atë popull. Prandaj që çështja iraniane dhe çështja e Gazës tashmë është e ndërlidhur, pasi po kuptohet qartë që faktori i destabilitetit në lindjet mesme është vetëm një njeri, është Benjamin Netanyahu. Zoti Elezi, do doja një opinion edhe nga ju dhe një koment fare të shkurtër në lidhje me rolin e Rusisë. U artikulua që Rusia e braktisi Iranin, pavarësisht se Medvedev u shpreh në fillim të konfliktit që ne jemi të gatshëm të ndihmojmë me koka bërthamore aleatët tanë, por le të themi që u tërhoq nga kjo deklaratë. Ndërkohë do doja një koment tuaj në lidhje me reagimet e Rusisë, reagimet e Kinës, gjithashtu edhe të Erdogan, sepse qasja e tij është totalisht e paqartë. Herë ka kërkuar të bëjë ndërmjetësin dhe herë është treguar totalisht pro Iranit. Sa përket Rusisë shumë e thjeshtë. Ministri i jashtëm iranian utoi në Moskë dhe kur u pranuar pushtimi. Çka do thotë se nuk e mori mbështetjen e Moskës zyrtare për të vazhduar tutje me sulmet e tij, e sidomos duke goditur interesat amerikane bazat të cilat i kishte paralajmëruar. Pat një sulm simbolik në drejtim të një baze në Katar.
ku dihet saktësisht se asnjëra nga prerrat nuk ka goditur shënjetën, të gjitha janë zgjesuar në ajër, njëra ka deportuar por që ka qenë jashtë objektivit, thjesht ka qenë një, mund të themi, një show për konsumim politik të mbrëmshëm. Ajo që është shumë me interes që ta kuptojmë se vizita e ministrit të punëve të jashtme të Iranit ishte qartë dhe nuk patëm as edhe një deklarim për mbështetje nga Moska zyrtare. Kjo tregon qartë edhe se kemi një Rusi e cila ka hallat e veta dhe besoni që i mjaftojnë ato, ndërsa kemi një Iran i cili më nuk prat mbështetjen e Rusisë dhe u dërzu. Realisht është dërzu, tani ka pranu armbushimin, ka pranu, po e them tani publike, dhe këtë ka pranu që struktura caktuara Shtetit Bashkuar të Amerikës konstatojnë domethënë rrezikun eventual për prodhimin e sojë të armëve bërthamore. Çështja tjetër që është sa i përket Ankaras zyrtare. Ju e dini që në vazhdimsi kemi pas deklarata të tilla të presidenti Erdogan gjithmonë kur ka pas aktivitete që ka në lindjen e mesme. Nëse referohemi deklaratave të presidentit Erdogan, Izraeli që më të ishte imposhtur kur kishte nisur operacionet e tij në Gaza. Por Gaza çdo ditë është zhvillim i rënd atje, madje ka pas raportime edhe konstatime ndërkombëtare edhe për domethënë për zhvillime të cilat të bijnë ndër me konventet e Kombeve të Bashkuara sa i përket çështjes të kalimeve të autorizimeve ushtarake dhe ndoshta edhe gjenocid. Dhe është Erdogan ai që sikur se ta kishim pa në deklaratat e para, Izraeli ishte larguar moti nga harta, por që në fakt Izraeli vazhdon me veprimet saj në zhvillimet në Gaza, në zhvillimet të tjera në ditën e mesme, mori guxim që të godas Iranin, çka do thotë se Erdogan thjesht konsumon këto zhvillime për pjesën e elektoratit të tij, duket që s'ka një shpresë edhe në udhëheqjen e më të thjeshtme në Turqi, ka një problem të jashtëzakonshëm të sigurisë ekonomike, inflacion i cili s'ka qenë asnjëherë në historinë e Turqisë. Thjesht po konsumon atë që populli turk e pranon. Shpeshherë themi mall turk. Dhe saktësisht është kjo, unë s'kam parë asnjë angazhim konkret të Turqisë zyrtare përpas një përpjekje për të marrë lavdatën lidhur me zhvillimet në Siri, edhe pse aty ishte SBA-ja për një javë e zgjidhej problemin dhe e detyroi udhëheqësin e sirian Assad të largohet në momentin që ishte bindur me opozitën siriane se është koha që të mbyllet çështjet e luftës në Siri. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj, për të gjitha opinionet dhe informacionet që ndat me ne. Jeni gjithmonë të mirëpritur në Breaking, ditë të mbar, do të kalojmë në një tjetër diskutim. Mbahet në Berlin konferenca ndërkombëtare e komisionerëve. Shqipëria këtë vit synon presidencën. Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, zoti Besnik Dervishti, po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare të komisionerëve për të drejtën e informimit, e cila zhvillohet pikërisht në Berlin. Në datat 23 deri 25 qershor, tema kryesore e edicionit të këtij viti është aksesi në informacionin mjedisor në epokën digjitale, duke sjellë në qendër të vëmendjes rëndësinë e informimit të publikut për çështje që lidhen me mjedisin në një kohë kur teknologjia dhe të dhënat luajnë një rol gjithnjë më të madh në vendimarrje dhe në ndërgjegjësimin qytetar. Komisioneri Dervishi në fjalën e tij përshëndetëse në nisje të punimeve të konferencës në cilësinë e presidentit të përkohshëm, theksoi se e drejta për informim është oksigjeni i demokracisë, ajo që mban gjallë llogaridhënien, pjesëmarrjen qytetare dhe gjithashtu ndërtimin e besimit. Në fjalën e tij, zoti Dervishi theksoi se transparenca nuk duhet të mbetet vetëm një koncept teorik, por të funksionojë si një mekanizëm real dhe i qëndrueshëm për të afruar institucionet publike më pranë qytetarëve, veçanërisht në fushat që prekin drejt për drejt jetën e përditshme si mjedisi dhe shërbimet publike. Unë kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte pikërisht në këto momente komisionerin për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, zotin Besnik Dervishi. Përshëndetje, zoti Dervishi, kënaqësi. Përshëndetje, kënaqësia jam. Ju ndodheni në Berlin në po të njëjtën konferencë që u mbajt vitin e shkuar në Tiranë, në mos gabohem, apo jo? Po, patjetër. Do doja të dija çfarë përfaqëson konkretisht ky forum global, ndonse unë sapo e dash një informacion, po diçka më të detajuar. Më konkuruat shumë fort për hir të vërtetës, por do të më lejoni të i përsëris dy fjalë. Kjo është forumi më i rëndësishëm botëror i të drejtës për informim,
Natyrisht në këtë forum marrin pjesë autoritetet e të drejtës për informim, pra komisionerët e të drejtës për informim nga e gjithë bota, por jo vetëm, në këtë forum marrin pjesë gjithashtu edhe përfaqësues në organizata të rëndësishme ndërkombëtare, siç është Këshilli i Evropës, UNESCO e të tjerë, por jo vetëm. Kjo është akoma më e zgjeruar sepse në këtë marrin pjesë organizata të shquara të shoqërisë civile, patjetër të medias dhe të botës akademike. Pra është forumin cilën diskutohet, por jo vetëm vendosen standardet më të larta dhe unifikimi i tyre për të zbatuar mundësisht në rang global, pra në gjithë vendet e botës. Zoti Dervishi, a është i vërtet lajmi që po qarkullon në Shqipëri se po votohet për të marrë presidencën në një fushë kaq të rëndësishme siç është transparenca dhe informimi? Patjetër që është e vërtet, sepse në fakt ne e kemi rolin e presidencës së përkohshme, për hir të vërtetës, që nga muaji dhjetor dhe deri në ditën e sotme të përkohshëm, natyrisht është kryer procesi i votimit në mënyrë elektronike. Në minutat në vijim, me rifillimin e seancës këtu në Berlin, do të kryhet, besoj, edhe formaliteti, por mund t'ju japim lajmin e mirë, është mbështetur në mënyrë unanime kandidatura e Shqipërisë. Por nuk është vetëm ky fakt. Rëndësia e këtij momenti, unë besoj se qëndron që ky forum, siç u thash dhe më lart, ka standardet më të larta. Ne jemi institucione kombëtare të drejtave të njeriut. E drejta për informim në shumicën e vendeve është nivel kushtetues, pra është një drejtë dhe liri themelore e njeriut që garantohet nga kushtetuta. Dhe standardet, jo vetëm për të marrë pjesë, pa aq më tepër për të zgjedhur në komitetin ekzekutiv, ku ne jemi antar prej vitit 2022 dhe aq më tepër të marrësh presidencën e këtij forumi tregon që ka një nivel, po themi, të lartë të zhvillimit të drejtave të njeriut në përgjithësi, dhe kjo nuk vlen vetëm për zyrën e komisionerit, por mendoj që është një merit e të gjithë shoqërisë shqiptare, të gjithë institucioneve shqiptare, veçanërisht e shoqërisë civile dhe e medias. Pra ne nuk e shikojmë këtë si një vlerësim vetëm për zyrën e komisionerit, por ne e shikojmë si një vlerësim për gjithë partnerët tanë, ku e përmenda shoqëria civile, media, bota akademike kanë një rol shumë të madh në mbështetjes dhe ne jemi shumë të lumtur ta ndajmë këtë sukses së bashku me ta. Dhe me marrjen e këtij forumi global, ku pozicionohet saktësisht Shqipëria? Do të themi që ne jemi një autoritet i vogël i një vendi të vogël. Nuk mund të konkurojmë me vende siç janë antarë të këtij forumi, si Franca, Gjermania, Britania e Madhe, Kanadaja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo dhe Argentina, Brazilia, Australia. Natyrisht në këtë forum janë pjesë vende me një traditë të theksuar në drejtën për informim dhe transparencën, si Suedia, Danimarka, Holanda, Belgjika, e tjerë, pra janë gati gjithë vendet e botës. Shqipëria për këtë periudhë, pra 2025-2027, do të ketë nderin, por nga ana tjetër edhe përgjegjësinë për ta drejtuar këtë forum, jo vetëm në rolin e presidencës, por edhe të sekretariatit. Pra e gjithë puna administrative e drejtimit të kësaj konference do të kalojë nga duart tona, pra nga duart e sekretariatit, që do të jetë në përbërje krejtësisë shqiptare. Zoti Dervishi, unë ju uroj shumë suksese. Faleminderit, unë e thash, është një sukses që unë dëshiroj ta ndaj me të gjithë ju. Faleminderit. Faleminderit për kohën dhe do të kalojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak. Jemi kthyer sërish në Breaking, kam kënaqësinë të kem në studio avokatin e njohur Spartak Ngjela për të diskutuar rreth konfliktit në lindjen e mesme, situatës në Ukrainë, situatës së sigurisë në Kosovë pas deklaratave, le të themi, të papritura të Vučić. Gjithashtu në fund do të diskutojmë edhe se ç'ndodh me politikën në Shqipëri. Përshëndetje avokat, gjithmonë kënaqësi t'ju kem në studio. Mirëdita. Do ta nisim me konfliktin në lindjen e mesme. Pas 12 ditësh luftë, Trump ka shpallë armëpushimin, pati sërish tentativa për të krijuar konflikte me anë të sulmeve të ndërsjellta nga Irani dhe nga Izraeli, dhe ishte pikërisht Donald Trump ai që ngriti zërin duke i tërhequr vëmendjen sidomos Netanyahut që boll më duhet stopuar lufta. Po, do stopoj atje lufta, sepse ata i prishën, ja u shkatruan ato impjantet
bërthamore. Lufta ishte nuk ke kundër Iranit, ishte kundër prodhimit të armëve nukleare, bërthamore. Atje ishte gjitha. Pse i doj bomba bërthamore Iranit? Për të treguar, le të themi, fuqi, për të treguar forcë. Ja, ma, kundër Izraelit, asë një tjetër. Pra, Irani mund të përdorte 100%, kushtë të ndalonte. Kush e kërcënon Iranin me armë bërthamore që duhet donte me çdo mjet ishte një forcë bërthamore. Kjo është pyetja. Askush. Me prashtim të Izraelit. qartë. Me kë e ka konfliktin me Izraelin? Çfarë konflikti është u? Është një konflikti shumë i vjetër edhe ka hyrë në racor, në kuptimin jo të racove, po të më thënë unë o ti. Ishte i pritshëm ky sulmi i Izraelit, sepse nisi Izraeli sulmin me argumentin që ne po marrim masa për të parandaluar prodhimin e bombës bërthamore që na rrezikon në mënyrë direkte, atë që thatë ju avokat. E nisi sepse kishte një siguri absolute edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se nuk besohet që mund të ketë qenë një sulm i iniciuar vetëm nga Netanyahu, apo jo? Natyrisht, ka mundësi, ata e kanë aleat të madh atë, por çështja është që zhdukjen e atyre vendeve që do prodhojnë bomba nukleare, pandimin e Amerikës nuk e bënin dot. Kështu që ajo ja ka dhënë mjetet. Raketat të gjitha ato me cilat ajo punoi. Dhe Amerika e ka pas në favor. E ka në favor sepse nuk mund të lejon në një vend islamik. Jo, islamik nuk ka në një gjë të keqe, po është fetar. Një regjim fetar të ketë armë nukleare. Në një kohë që është në armiqësi me Izraelin, do më thonë me Amerikën. Shumë e ngatrori situatë, dhe ata ja azgjësuan ato pika që kishte për prodhimin e armës bërthamore dhe tani janë normal, u të rojnë në dasë qenë kokë. Por, ndërkohë e konsiderojnë, le të themi si një fitore, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe Irani, madje në Teheran është festuar dje. Po në Teheran është festuar si pas demagogjisë politikës. Se politika e ka thënë kemi fituar ne. Pa. A kupton. Ato janë dehje politike. Nuk janë realitet. Realiteti ishte ky, a i s'kishtë ndërmend të pushton të Iranin, se ata tani gëzimin e kanë që nuk na pushtoj dot. A i nuk kishte shkuar për ta pushtuar, a i kishte shkuar për t'i rënë në qendrave që të prodhoj bomba nukleare. Sakt. Ata të shkretet kujtojnë se fituam, nuk na pushtuan dot, fituam. Se kjo është propaganda. Është iluzioni krijuar? Po, iluzioni krijon politika e lartë. Nuk ka çuditur deklarata e Trumpit, i cili tha nuk ishte qëllimi i Shtetit e Bashkuara të Amerikës të rrëzonte regjimin iranian? Jo, nuk e donte. Nuk shkoi për regjimin zonë, shkoi vetëm për nuk lejoi prodhimin e armëve nukleare. Se nuk intereson Amerikës të rrëzojë regjimin e Khameneit? Atë nuk e di, mund të jetë histori shumë e gjatë, ka shumë mendime, por problemi qëndron që ata vajtën për armë nukleare, shkatruan armë nukleare dhe ikën. Pra ka që është shumë e vështirë të mbash koloni ose të pushtuar një shtet aq të madh zonjë. Është imposibilitet absolut. Mund të shkosh, po do shkatrosh ekonominë tënde. Ku mbare? Shteti i madh i Iranit nuk është një shtet i vogël. Patjetër. Dhe është një situatë, le të themi, jo vetëm e pazakont sepse krijon gjithmonë të papritura, por mendoni vërtet që ka përfunduar konflikti? Jo, ai konflikt shekullor nuk mbaron ai. Është një armpushim konflikti është midis hebrejve dhe arabëve. Po. Sakt. Hebrejt vajtën bën shtetin atje të tyre. Kjo është historia. Mendim të Amerikës, kuptojnë. Jo të Amerikës, po gjithë botës, ata ishën të shpërndarë. Ishën pa dhe. Ishën njerëz, ishën një, që të themi një komb, ose një shoqëri e cila ishte persekutuar në shekuj. Pa dhe, pa asgjë, vetëm nga një shtet në tjetërin. Por ama ishte shumë të pasur.
Dhjera, e mbrejtën shumë pasër. Në momentet që ata formuan shtetën e tyre, kishe një dobishmëri shumë të madhe në historinë e tyre. Cila ishte? Drejtonin ekonomikisht Amerikën. Enda dhe sot. Dhe kryuan shtetën e tyre. Shtetet e Bashkuara ishën të para që e kryuan. Si ide dhe pranuan gjithë ta kryuan shtetën e tyre. Është një opinion që qarkullon edhe në media se ky veprimi Donald Trump, pra kjo mbështetje ndaj sulmit të nisur, ndaj këtij aksionit të Izraelit, vjen si një larje borxhi që i kishte lobit hebre për mbështetjen që i ka dhënë gjatë fushatës. Mundet. Mund të ketë qenë. Mund të jetë kjo, po kjo është ajo pragmatistja e menjëhershme. Historia është ajo që u thashon. E brejtë e drejtojnë Amerikën, zonë qarë, pse e zgjatë. Ata e kanë kryuar dhe shtetin e Izraelit, ata janë në këtë gjendje dhe në qoftë se ka rezistuar deri tani Izraeli, është ndihmë e Amerikës, nuk diskutohet e qarë. Ata kanë para sa duash, po duhet të ndihmë këtyre. Patjetër. Si e shihni ju rolin që ka luajtur Rusia, Kina, Turqia gjatë këtij konflikti 12 ditor? Pati një lloj stepje nga ana e Rusisë zyrtare, pra Moska zyrtare, mund të themi që e braktisi Iranin në një moment? Pra mbeti vetëm në kuadrin e retorikës? Nuk mund të ndihmon të dot se s'ka para. Francezët na kanë thënë l'argent fait la guerre. Para e bën luftë. Mori fundin, s'kan para, çdo thot. Përse? Pastaj do mundin Amerikën, ata e dinë që është Amerika aty. A kupton? Pra e pan poshtur. Po, nuk diskutohet se mund të fitonin. Do acarojë më shumë konflikte dhe do ishën shpenzime më të mëdha. Dhe ata e lanë me kaq. Po nuk kishin vajt ata për gjë tjetër, më vetëm të mos i lejojnë që të krijojë armë nukleare. Kjo është doktrina. Domethënë, atje s'kishte luftë për pushtim, atje kishte luftë për shkatrimin e atyre. Për ndalim rreziku, le të themi. Po, natyrisht. Pavarësisht një konflikti teje të ashpër me Iranin, Izraeli ka vijuar, le të themi, sulmet në Gaza. Mira. Madje, siç thonë edhe korespondentët, atje Gaza tashmë është shkrumbuar, është kthyer në një tokë tjerë, ka një krizë të jashtëzakonshme humanitare. Duhet të kemi një gjë parasysh. Nuk të bie kot Izraeli. Izraeli luftën e ka për ekzistencë zonjë. Mori funda. Që kur është krijuar në fakt ka qenë në luftë. 2 ditë mbas i krijoi shtetin i shpallën luftën. 2-3 ditë mbas krijimit të shtetit, me njëherë atë ditë. Gjithë jatën vetë. Dhe duke u nisur nga konflikti në linjën e mesme, do doja të kalonin pak tek konfliktin që është më pranë nesh, në Ukrainë. Ndose gjithë sytë e botës kanë qenë në linjën e mesme të paktën 2 javët e fundit, ka avancuar Rusia me sulme, madje ka patur edhe një atentat ndaj presidentit Ukrainas Zelenski. Në Poloni. E kemi biseduar njërë bashkë. Ata e konsiderojnë Ukrainë një pjesë të Rusisë. Por Ukraina ka ndihmë amerikane. Nuk është lufta midis Rusisë dhe Ukrainës atje. Atje është lufta Rusi-Amerikë. Nuk diskutohet. Kush do fitoj? Në emisionin tënde kam thënë, edhe ma kanë përkrahur disa në një shkrim që kisha bërë. Është një në këto momente Amerika e kapi Rusin në Vietnam. Vietnamin e ka një histori të hidhur Amerika. Dhe kjo është një akmarrje e mundshme, le të themi. Natyrisht, është një parabol. Kështu quhen këto në histori. Parabol. Që mund të themi akmarrje. Domethënë, ajo që është kthyer atje vjen në formë tjetër këtu nga unë. Atje isha i goditur, këtu jam që do të godas. Më kupton? Është e njëjta gjë. Nuk ikin ata. Atë kapën, nuk ndahen. Po do thuash ti e kanë hakmarrje? Jo, është parabol historike. Dhe si mendoni ju që do të shkojë kjo situatë?
Po, Duke qenë se janë përfshirë edhe vendet të tjera anëtare të NATO-s, është përfshirë në mënyrë direkte Bashkimi Evropian, kemi patur edhe deklarata, ju e dini, tashmë marrëdhënie e tensionuara të Rusisë me Britaninë, por ka kërcënuar Putin hapur edhe kancelarin Merz. e di, ata e kanë domosdoshmëri, po përse? Këta nuk e di. Cila është arsye? Është ajo arsye vjetër që ata thonë ta janë rusë? Që kanë ndroshë se ata i kanë darë, e kemi biseduar bashkë, feja i kanë darë, se rusë janë. Tani që, bile, ta thash këtu e kam thënë që atje është krye Rusia, Kiev Rusë quaj, atje është, pastaj mori stepat dhe kryoj ato qytetet e mëdha, jo Moskë, jo Leningrad, do më thënë San Petersburg. Pra, kështu janë gjithë historie e tyre. Ata një popull... Fakti që Evropa Paramatoset ka shtuar buxhetin e mbrojtjes, tregon që mund të ketë në horizont një luftë të vërtet? Ja, horizont... Sepse kemi ato që konsiderohet fronti së keqes, që ne kemi diskutuar, pra që është Kina, është Korea e Veriut, Rusia, por edhe Irani, ndërkohë është edhe një aleancë shumë e fuqishme, si ajo që e NATO-s. Mund të ndodhë që të përshkallëzohet ky konflikt dhe të shtrihet në gjithë Evropën, nisur nga kërcënimet, sepse kërcënimet janë të drejtë për drejta, shumë agresive, me një gjuhë të jetë të ashpër. Po nuk ka objekt, përse? Përse do bëhet lufta? Pra, Putin i thot kancelarit Merz mos e furnizo me armë Ukrainën, sepse ndryshe do të keni të bëni drejt për drejt me ne. Të njëjtën gjë thot edhe në të njëjtën gjuhë i drejtohet edhe kryeministrit Starmer të Britanisë së Madhe. Mos ndihmoni Ukrainën. Po për Rusia pse e hyn në Ukrainë? Pyetja është kjo, zonjë. Nuk ka sulmuar Ukraina Rusinë, ka sulmuar Rusia Ukrainën. Kush ka shkeru ligjin ndërkombëtar, këtu bëhet biseda për drejtësinë. Lere se që thonë ata që gënjejnë popullin e tyre. Ne flasim për të vërtetën, e vërteta është kjo, që ata e kanë domosdoshmëri të marrin Ukrainën. Se ne kemi arsyetuar bashkë se cilat janë arsyet që e duan domosdoshmërisht. Plus asaj që atje është krijuar Rusia, jo thashë tani. Tani çështja qëndron që ata ndahen në religion, ndahen në fe. Mori fund, nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Rusia i do, ata do rezistojnë, Amerika i kapi. Dhe shikyr që i kapi, dhe do të dëmtoj. Pse? është shteti madh Ukraina, nuk është shteti vogël. Patjetër. Dhe nga Ukraina, avokato doja të kalonin pak në Ballkan. Ka zëra që thonë se Vučić ka bler armatime në mënyrë të fshehtë, dron nga Irani, po përgatitet për një luftë, madje këtë e ka shprehur edhe disa herë duke konsideruar që ne e kemi tonën Kosovën, siç është shprehur gjithmonë, po tashmë me një tonë edhe më të sigurt. Nëse do të zgjaste konflikti në lindjen e mesme, a mund të kishim, le të themi, mund të rrezikojë në mënyrë të drejtë për drejtë Ballkani dhe sidomos Kosova, pa diskutim. Ka trupa amerikanë, mbaron biseda. Nga vjen kjo siguri e Vučić, apo bëhet thjesht për konsum politik? E ka për pushtetin e tij. A i thot e mora. Ata e konsiderojnë një njollë të madhe, njerë do të flasim për historinë. Ata Kosovën e kanë pasur një state of mind, një ide fikse, në gjithë historinë e tyre. Dhe nuk e mendonin kur se mund të merrte pavarësinë Kosova. Ku e kishin të gjithë atë filozofinë e tyre? Te anti-shqiptarizmi. Ata mendonin që nëse Kosova kthehet në një shtet shqiptar, do të thonë dy shtete shqiptar, ata forcojnë shumë. Dhe që kur ka dalë Kosova, dhe që ata ndjenë që është forcuar Shqipëria me aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata kanë rritur 3 herë buxhetin e luftës. Kanë bler armë, tani pyetja bëhet përse i blejnë armët. Ma shpjego. Përse i blejnë armët? Do të godasin Kosovën, Kosova është luftë botërore. Nuk diskutohet. Po, ju e keni thënë, madje citoni shpesh ka trupa amerikanë. Po, analistët e famshëm që kanë thënë se
lufta e tretë botërore... Për Kosovën. Pa. Kurse unë e thash në emisionin tënd që u bë lufta për Kosovën, po nuk hyri Rusia. Nuk hyri Rusia në konflikt. Po të kishte hyrë Rusia, në momentet ku po flasin që u fitua pavarësia e Kosovës. Nuk hyri Rusia në konflikt. Dhe nuk u bë luftë botërore. Por për Kosovën ishte. Tani ata nuk e lejo, kjo është psikika. Zbëra do të luftë botërore, po unë dua Kosovën. Se, tani duhet të trajtojnë problemin, është realitet, apo është politik? Janë të ndarë, është politik, se e ka banë pushtetin me ata. Tani, pse ka ndarë në pushtet njërë, ta dish, Miloševiqi. Shtanë të Miloševiqit ta? Janë ata të Milos. Kundër shqiptarë, asë një tjetër. Pra këtë luajnë me tezën... Me tezën e Kosovës. Dhe bile ata gjithë historie e tyre ishte kur do t'i dëbojmë. T'i qojmë Turqi. Kanë quar shumë në Turqi, ju e dini. Por... Pra dhe vijon të jetë ky plan që të dëbojnë shqiptarët e Kosovës, t'i qojnë në Turqi edhe ta... Natyrisht, por a e bëjnë dot? Fantazi. Në një kohë që aty janë trupat Amerikanë? Pastaj, çlirimi i Kosovës ka ardhur nga NATO-ja. Dakord jemi? Po, do më thënë nga Amerika. Do më thënë që këtu vjet një pikpyetje për forcën amerikane në rast se ata dëbojnë Amerikanët nga Kosova. Mori fund loja. Mund të ndodhi? Ja. Dhe ndërkohë, Donald Trump është shprehur vetëm pak kohë më parë që kam qenë unë që ndalova një sulm të mundshëm të Serbisë në mandatin tim të parë. Po, në fillim. Madje duke kërkuar dhe duke folur për çmimin Nobel, thotë unë nuk do ta marr kurrë çmimin Nobel, pavarësisht se kam ndaluar shumë luftra në vend dhe një ndër to ishte pikërisht ajo ndërmjet Serbisë. Pra pas ka patur qëllime serioze Serbia që ta ripushtonte Kosovën. E ka state of mind, thonë anglezët. Është gjithkohës në lart. E ka ide fikse. Po sepse ajo me atë mendon që dëgjoni zonjë. 35% të serbëve janë ish katolik shqiptarë, por të nënshtruar. As mos të diskutojnë. Ku ka Dacić më? Daci është ai. Po qarë, a më kupton, këta janë. Ku ka Gjurić më, zonjë? Gjura është, mbi emër katolik. Katolik shqiptarë janë të gjithë. Gjura është ai, Gjurić që thonë. Pra janë shqiptarë? Janë shqiptarë katolik, që atje kanë ndruar fenë. Po, janë kthyer në ortodoks. Po, edhe kur kam pyetur unë priftrin që i kisha miq, priftrin e mëdhej të katolicizmit tu, por e thash, po si nuk e ruajtën katolicizmin ata? Po ishin njerëz thjesht, ata shqiptarë thjesht që ka të thoshin, me kryq inas, ata e bën luftën, ishin turmat më dha, është dy ushtrit më dha, greket, është turke edhe sërbe, që i thoshin, o musliman, o ortodoks, që thoshin katolikve. Gjithë këta që janë bërë musliman, këta shpëtuan. Kanë qenë katolikë Kosovarët. Kosova ka qenë katolike. E këthyen ata, sepse i thoshin, gjithë zona ka qenë, gjithë kjo pjesa e Serbisë dhe gjithë e Kosovës ka qenë me katolikë. Edhe ata i thoshin, o bë ortodoks, o musliman. Edhe këta thoshin, këta që u bën katolikët që janë të venduar, ata të partë të tyre thoshin, se s'kena që ka me ba, me kryqina, sepse ishën kristianë. Dhe do doja të kalonim pak nga situata në lindjen e mesme, kaluam në Ukrainë, në Kosovë, për të shkuar pikërisht tek situata që duket shumë e tensionuar politike në Shqipëri. E tensionuar sepse janë eksponentët kryesor të politikës që përpiqen ta krijojnë këtë lloj tensioni, këtë lloj zhurme. Si e keni parë ju procesin e rinumërimit që duket dhe po të përdorim një shprehje që u mbar smali dhe nuk nxori asgjë në fakt. Është gjithë psikika e Salihut, e cila është statike. Sikur ka filluar Saliziu, kjo ka qenë... Si e konsideruar? S'ka rëndësi, Saliziu thashtë, do më thënë që kështu themi ne ande nga. Do më thënë që s'ka vlerë.
A më kupton? Sikur ka filluar, me këtë filozofi është. E diskredituar.